E shikues të dashur, u rikthym edhe për pjesën e dytë të emisionit mëngjesit dhe si vjet kur më shumë nuk kemi diskutuar për rrjetet sociale, për inteligjencën artificiale, ndikimin që mundet me pas te fëmijët, te të rinj dhe të rriturit po ashtu. Edhe tash flasim, po ashtu e kemi diskutuar dhe kemi jep si informatë dhe si lajm që Australia ka ndalu rrjetet sociale disa prej tyre për moshën nën 16 vjeç. Unë e di që paraprakisht se të regjistruam edhe të hapim një account apo një profil të një personi, do të thotë, apo ne fizikisht duhet të japim edhe disa të dhëna tona, madje edhe datën e lindjes, po sidoqoftë ka qenë ndoshta edhe më e lehtë me gënjy aty këtu, sidoqoftë tash në Australi nuk po bëhet një gjë e tillë, janë ndaluar rrjetet sociale nën moshën 16 vjeçare dhe a duhet të ndjeket edhe ky shembull nga Kosova, do ta diskutojmë tash me sociologun që e kemi në studio, Gen Zërza. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që të kemi këto. Gjithashtu. Çka mendon, çu e ke pa vendimin e Australisë? Shihet nga dy kanë të vështrime. Mendohet për shkak që inspiru, mendohet nëpërmes një libri Jonathan Hayden, Gjenerata e Ankthit, edhe pastaj ka shty sidomos qarqet vendimarrëse të Australisë që të gjithë fëmijët ndër 16 vjet ju ndalohet rrjetet sociale, duke menduar që ajo po shkakton problemet të ndryshme, sidomos në varësi algoritme, pastaj bullizimi kibernetik është mjaft i shprehur, do kemi mund ta vrem edhe në rrethin apo mjedisat tona, pastaj duke qenë prej e shumë faqeve të ndryshme që shpërfaqin dhunë, apo të cilat janë me një fjalë vulnerabël, apo të dëmshme, sidomos për moshën e ndihshme, ndër 16 vjeçar, po krijojnë ankth edhe depresion, edhe po e rëndon shëndetin mendor. Ashtu që kanë marrë hapa të ndryshëm, qeveria australisë të gjitha rrjetet sociale, Facebook, TikTok, gjithashtu edhe YouTube-in t'i ndalojnë. Kanë lënë disa WhatsApp, që më mujtë një pjesë të WhatsApp-it, dhe disa algoritma që nevojitet për shkaqet e edukimit dhe komunikimit, ndërsa gjitha tjera ju ndalu. Disa qarqe tjerë mendojnë që mos ka qenë hapinxituar edhe i pamenduar mirë, një pjesë, ndërsa 77% sipas ankethuzëve të Australisë e kanë përkrahur këtë vendim, sidomos prindërit të cilët ballafaqohen me probleme të ndryshme. Një prej sfidave të cilët e paraqet më shumë është edhe seriali Adolescence, që ka 4, ajo tregon çka mundet me kriju ky bullizimi kibernetik dhe në çfarë masa të pa kontrolluara mund të dërgoj një bashkëmoshatar apo një të ri që është në këtë moshë delikate të adoleshencës. Por që mendoni që kjo është një ecje me kohën apo një kthim prapa? Do thotë se tash ne po ecim me teknologjinë dhe jemi në një hap me teknologjinë, po ju të gjithë e përdorim në mënyrën e duhur, nuk do thotë që krejt e përdorim për diçka të mençur, për diçka me mësu, sepse shpesh herë edhe fëmijët mësojnë diçka të re dhe diçka interesante, inovative, ndoshta në rrjetet sociale. Nuk do të thotë çdo herë, varet do të thotë edhe nga algoritmi se çka shohin edhe çka ju del atyre. Po është e vërtet, po tash kjo ka anë pozitive edhe anë negative. Anë pozitive është sepse e ruan shëndetin mendor, edhe ankthet të cilat i shkaktojnë, siç i përmend marrë bullizime kibernetik, por duke u shletuar, duke ofenduar në qarqe të ndryshme, pastaj edhe imazhet e ndryshme, drejt perfeksionizmit, edhe ato streset, ankthet, depresionit, duke shletuar në për sajtet të cilat janë të pakontrolluara dhe dëmshme për moshën e tyre. Po në anën tjetër, mendohet që e mira e saj është se e nxit socializimin mes të rinjve, pra komunikimin klasik, ballë për ballë. Vetëm disa prind kanë vritur me njëherë efekte pozitive duke i parë fëmijët e tyre duke dalur jashtë, duke mos qëndruar tani para ekraneve. Kjo ka ndikuar që fëmijët të merren më shumë tani me sport, mendoj i hobi dhe të dalin nga rrethi vetanak apo virtual i shtëpive të tyre duke qëndruar me orë të tëra për ekranin. Tashmë shoqëria jo dikur kur ne kemi lënë me dalë me lujt dhe kemi qëndru për orë të tëra ndoshta në lagje, tashmë ata e kanë kthyer shoqërinë në krejt virtuale dhe lojrat i bëjnë brenda shtëpive secilit tyre në video lojra të ndryshme ku hyn gjithë në një grup. Edhe komunikimet do thotë po kufizohet dhe po kufizohet, tash kanë filluar me një efekte të mira
qofse këto ju ndalu që njerëz të kthehen bashkëmoshtarëve, të lozin, të mojrën me aktivitetet të ndryshme sportive, kulturore. Në anën tjetër dhe prindrimi e ka një lehtësim, se deri dje kanë qenë ato levat e sigurisë, ku secili prind ka dashur ta kontrolloj fëmijën e vet ku po shfletan. Janë ato leja të cilat rrjetet të ndryshme sociale i mundsojnë. Tani shteti e kontrollon, ja u ka heq, dhe tash është një barë pak më ju ka heq nga prindërit, duke u marrë shteti me këtë problematik. Pastaj janë edhe efektet të ndryshme negative që mund t'i themi. Ka komunitetet të ndryshme, të marginalizume, të cilët imazhin e tyre apo shfërfaqen e ka pas më shumë në aspekte virtuale. Edhe ato grupe sociale të cilat janë me aftësi kufizume, pa mundësi të dalin të komunikojnë, i kanë shfrytzuar. Tash mundet me qenë një pengesë për këto grupe, qofshin ato rurale, qofshin komunitetet ndryshme, mendohet për komunitetin LGBTQ, të cilët imazhin apo shfërfaqen komunikimin e kanë pasur më së shumti në aspektin virtual. Pastaj edhe grupe minoritetet të ndryshme, të cilët e kanë parë si sfidë. Edhe, si që përmenë me kategoritë të ndryshme të handicapurëve të cilët qëndrojnë të mbyllur brenda, mendojnë që në një farë forme kjo do i cenoj dhe do i pengoj shoqërimin të cilën e kanë bërë në mënyrë. Pra, janë dy medale, janë dy anët. I ka të mirat e veta, po në anën tjetër për disa grupe mendojnë se mund t'i penalizoj. Po, si do që të jetë, në fillim ka bërë efekt të mirë, e kam pranuar prindërit dhe këtë trend mendojnë ta vazhdojnë edhe disa shtete të tjera. Po, mendojnë që edhe Kosova duhet marrë masa të tilla të hyjë në një trend të tillë, në një provë të tillë? Po, është si një eksperiment natyror, kam quajtur. Po, mendoj që do shta kishte me qenë mirë, se ne e dim si shkaku i këtyre fenomeneve të ne u shpërfaqet dhuna, sidomos tek moshat e reja, pastaj në disa raste kjo ka shkuar edhe me fatalitet. Kam filluar ndonjë konflikt i vogël brenda rrjeteve sociale, pastaj ajo nga shtëpia është përcjell në rrugë, pastaj në hapësira të ndryshme shkollore, edhe ka mujt me përfunduar në një akt vandal apo me ndonjë dhunë fizike. Edhe i kemi pa madje edhe rrjetet sociale i kanë postu me apo palierë tyre se pastaj ato nuk dihet çysh vazhdojnë të shfaqen. Tani në farë forme ndoshta kishte ndikuar që edhe t'ju rut mirëqenia dhe shëndeti mendor i kësaj kategorie, moshës re, cilat është ma e ndishme, të cila është në atë fazën të dëshirojnë të eksperimentojnë, të lëmtojnë segmentet të reja, edhe pastaj në disa raste po binë në kurthat të ndryshme të problematikave, edhe të dhunës që shpërfaqet në sistemet të ndryshme kibernetike në mes rrjeteve sociale. Kjo ndoshta do e minimizonte atë konfliktin verbal, atë dhunën psikologjike, fyrjet, linqimet të cilat bëhen më së shumti brenda rrjeteve sociale, që po shpërfaqen pastaj ditë të dhunë të skajshme. Po, sidoqoftë edhe në kohën kur e përdorin, do të thotë duhet ta përdorin themi në një mas të caktuar edhe çdo herë kontrolluar nga prindërit. Po, ne çdo herë flasim edhe për drejta, për cënimin e të drejtave, madje edhe të fëmijët normalisht në këto raste, çysh të bëhemi edhe me ta si shok, duke qenë edhe prindër edhe duke i kontrollu e duke qenë të kufizuar ata në përdorimin e këtyre rrjeteve sociale. Po, është më së mirë. Tani me këtë iniciativë që e ka marrë Australia, në anën tjetër frigohen që në anën tjetër nga aspekti apo edukimi digital, bashkëmoshtarë mund të mbesin pas, mund të mbesin mrapa, është rrezikshmëria që me disa algoritme, disa metoda, mos themi falso, prap të rikyqen, të hyjnë edhe disa botra, ndoshta edhe ma pak kontrolluara nga shteti, por edhe disa rreziqe të tjera të cilat shteti i ka marrë përsipër edhe duhet t'i mendoj. Pra, ashtu që një pjesë e kritikëve mendojnë ndoshta ka qenë si hap i mirë, por ndoshta i nxituar, i pa menduar mirë, duke krijuar masa mbrojtësa të sigurisë brenda këtyre çarqeve. Po, sa i përket komunikimit dhe prindve, kjo është një barë lehtësuese, se duke ditur që edhe prindërit kanë obligimet e tyre, nuk kanë kohë të mjaftueshme t'ju qëndrojnë 24 orë mbi këqyrje, shteti kur të merr përsipër dhe bëhet rregull apo ligj i cili penalizon. Në Australi është edhe ky fakt shumë interesant, fëmijët dhe prindërit janë të larguar nga penalizimet, kanë kërkuar nga rrjetet
nga rrjetet sociale, nga kompanitë të cilët i menaxhojnë ato, këto levat sigurisë, qasësi kjo mosh mos të kyqet. Të merret si rregull, si ligj, afër deri në 50 milion mundet me qenë penalizimet e rrjeteve të ndryshme sociale, qofse një farë forme ju mundsojnë rinisë të kyqen. Por në këtë rast edhe nëse ndonjë i ri tenton të hyjë në këto ujra, ai do e marrin si fajtor rrjetet apo kompanitë të ndryshme, sepse nuk kanë siguruar apo e kanë mundsuar që në mënyra të ndryshme ata të kyqen. Pra këto janë disa problematika me të cilat tash Australia po përballet, po këtë trend dëshiron ta përcjellë dëgjova Malezia, Kanada, Spanja, Danimarka e disa shtete tjera të cilat duke parë si model tek Australia ta implementojnë edhe tek rinia e tyre. Por që kjo hy në një zhvillim tjetër të shoqërisë, një zhvillim i ri, po themi kështu. Po, kjo po kthehet nuk është po ndalemi në kohë apo po ecim prapa, zhvillohemi kësaj. Mendojnë ti lojnë disa qarqe apo disa sisteme të cilat trit mund t'i përdoren, disa rrjete të cilat më shumë janë produktive dhe edukative për moshën e tyre. Këtë kjo bëhet duke u ruajtur me një qëllim shëndetin mendor dhe mirëqenien e tyre, sepse është krijuar një gjeneratë depresionit, edhe ankthit si rezultat i varfshmërisë së madhe duke qëndruar në këto rrjete sociale. Ashtu që duke e munduar me një fjalë ta shërojnë rinin, edhe mos t'kin problematika të tilla, mundon që për një kohë ta me një fjalë të sigurohen që ata do shletojnë apo do hyjnë në ujra të sisteme kibernetike të siguruara edhe të cilat shëndetshme për moshën e tyre. Dhe kjo do të ndikojë, do të thotë edhe në zhvillimin edhe në anën emocionale, mendore të tyre patjetër që po. Në anën tjetër tash duke kaluar nga sistemi i komunikimit virtual, tash kalojmë në atë sistemin klasik ku njerëz mund të krijojnë ndoshta një lidhje emocionale apo lidhje sociale më të mirë, më humane, siç them, pastaj do merren edhe me disa aktivitete tjera jashtë shtëpisë, duke mos qëndruar të lidhur për karrik edhe për një tastier, pastaj merren me aktivitete të ndryshme të cilat janë të dobishme për zhvillimin edhe mirëqenien e tyre, qoftë në aspektin fizik, ashtu edhe mental, dhe humor me sport apo aktivitete tjera. Është një që ky zhvillim kështu do të thotë prej një gjenerate, prej disa gjeneratave normalisht ku kemi dalë jashtë dhe s'është që kemi pas secili telefon, pastaj kemi kalu gradualisht deri në këtë pikë, apo ka ardhur për një herë ky ndryshime? E shohim se moshat, varësisht prej kategorive të moshave, moshat pak të cilat nuk janë me rini, ato gradualisht kanë filluar të hyjnë në jetën teknologjike, duke i parë, duke i mësuar. Ndërsa rinia, apo kemi parë në disa raste dhe fëmijët e moshave, mos themi foshnjore, ndoshta nga 1 vjet deri në 3, për të qetësuar, apo për të qëndruar ndoshta më qetë gjatë disa detyrimeve të cilat i kanë prindërit, qofshin nënat, ja u kanë jep telefonat, qysh moshës 2 apo 3 vjeçare, për t'i qetësuar apo për të qenë më qetë, po në anën tjetër qysh në atë kohë fëmijët e moshës 2-3 kanë filluar të mësojnë të punojnë me teknologji. Po në anën tjetër të gjitha... Edhe të ata krijohet një lloj varësie, edhe ata me u qetësu ose me humbëmendjen atë, po. Ata janë habitur duke qëndruar në ato platforma digitale, edhe pastaj janë marrë me gjëra të tilla pa vërejtur se çfarë janë në anën tjetër duke bërë. Po të gjitha ato imazhe, të cilat një 2 vjeçar, 3 vjeçar ishe, nuk mund t'i përballoj apo t'i kuptoj, sepse niveli apo zhvillimi i trurit e tij nuk është në atë mos që mund t'i përthith. Edhe në shumicën e rasteve të gjitha ato çfarë i shen në ato platforma, një fëmijë, një 2 apo 3 vjeçar, mund të krijojë ankth dhe shqetësime gjatë procesit të gjumit apo gjatë natës. E kjo mund të lë pasoja pastaj në shëndetit mendor. Pra, kemi një gjeneratë, mu ndërlidh me pyetjen tuaj, që lindin me teknologji. Edhe kemi një gjeneratë si ne, apo që gradualisht i kemi mësuar të qysh nda kanoa. Ne dim edhe atë komunikimin klasik, unë e kam përjetuar atë komunikimin klasik, të cilët
kemi diskutuar, jemi lujtë, kemi bërë një rini, ndoshta pak ma ndryshe sa kjo rini. Ne kemi qëndruar morët të reja duke lujtur sportet të ndryshe, apo duke u shoqëruar, dërso tani fëmijët kanë socializimin. Dhe me njerë socializimin e kanë direkt në rrjetet sociale. Dhe nuk takohen ndoshta për hir të parë, për ballë, po. Ashtu tash kemi një komunikim edhe një kulturë të re të socializimit, e cila, sipas ekspertëve të ndryshme të shëndetit mendojnë që është mjaft shqetësuese dhe po krijon problematika të ndryshme në shëndetin e tyre mendor. Mendoni edhe ju ngjashëm si sociolog, në cilësinë e sociologut në këtë rast, që nëse vazhdohet me këtë trend, çka e keni menduar ndonjëherë, çka mundet me ardhe dhe çka mundet me ndodh? Po, mendoj që duhet ta gjejmë, thojnë mesi i artë është më i mirë. Në anën tjetër, ta kemi disa leva të sigurisë të cilat do e kontrollojnë një farmase, edhe kyqen në këto rrjetet sociale, të cilat po krijojnë problematika. Në anën tjetër, asesi mos dalohet edhe socializimi apo komunikimi, shoqërimi i trive mes vete, duke krijuar lidhje të ndryshme sociale, emocionale, në atë kohë edhe empatike, se bashkëndjenja këto janë disa ndjenja të cilat lidhen apo formsohen gjatë komunikimit klasik. Mos të krijohen një shoqëri virtuale, mos të themi pa shpirt, apo roboteknike, e cila askënd nuk do të na çojë neve si shoqëri. Pasojat e saj, shoqëritë më të avancuara po i vrejnë, që janë ankthi, shqetësime, depresioni, edhe problematika të ndryshme që po krijojnë edhe varësi ndaj këtyre platformave digjitale. Gens, faleminderit shumë për informatat dhe faleminderit shumë për kohën që ke gjetë me qenë pjesë e emisionit mëngjesit. E di që vendet të tjera kanë filluar me reagu, ndërsa këtu në Kosovë vende jemi tek reagimi i prindërve në fakt. Ata tash situatën besoj që e kanë në dorë dhe do duhet që të reagonin. Normal duke mos lënë 2-3 vjeçarët në telefon, duke kufizu orarin e videolojrave ndoshta për një moshë tjetër 10 apo 15 vjeçare, sepse krejt kjo është në dorën tonë në këtë rast. Pastaj tutje kur të merren masa dhe të tjera të cilat përfshin krejt Kosovën apo edhe krejt vendet të tjera, sepse edhe Shqipëria një kohë reagoi, nuk e di çka po ndodh, po me TikTok atje, nuk e di, po me sa e di është ndaluar ende. Është ndaluar TikTok, po sa e di edhe unë, po ndërsa platforma të tjera të cilat janë të shumta edhe funksionojnë. Ato funksionojnë, po. E vërtet, faleminderit shumë edhe një herë për kohën, kënaqësi që ju po ata në studio dhe uroj që të reflektojmë edhe ne kur shohim lajme të tilla, informata të tilla, sepse e dim kemi marrë këshilla edhe këtu në studio, por edhe ndoshta në rrjetet sociale të cilat ne i përdorim nga logoped, madje se çysh ndikon tek fëmijët në të folur, çysh mundet me ndiku pastaj edhe në xhëm që e përmendi edhe sociologu në studio, edhe në pjesë dhe në aspekte të tjera. Më mirë është që fillimisht të kemi një zhvillim të mirë, ndoshta duke bërë aktivitetet të ndryshme me fëmijë, duke zhvilluar lojra, duke lexuar edhe pralla, pastaj tutje telefonin aty kanë me pas, aty kanë me gjetë dhe kanë me mësu dhe krejt tjerat që vinë nga teknologjia.